Në shkollën fillore Liria në Tetov janë mbajtur aktivitete të ndryshme sportive për të shënuar javën botërore të fëmijëve. Ky aktivitet multietnik është shënuar në bashkëpunim me shkollën fillore Goce Delçev në Tetov. Me këtë rast, gjatë ditës së sotme janë mbajtur lojra të ndryshme elementare për fëmijët e klasës së 2 dhe të 3. Nga shkolla fillore Liria në Tetov njoftojnë se qëllimi i aktiviteteve që organizohen gjatë këtyre ditëve është që të ketë më shumë bashkëpunim dhe të ketë më shumë shoqërim mes nxënësve. Këto janë vetëm disa nga aktivitetet që janë parapartë të mbahen në këta dy shkolla fillore të Tetovës. Денеска во основното училиште Лирија се одржува по повод детската недела. Sot në shkollën fillore Liria në kuadër të javës botërore të fëmijëve janë mbajtur aktivitete sportive. Ky është një organizim multietnik që realizohet në bashkëpunim me shkollën fillore Goce Delçev. Qëllimi është që të ketë më shumë bashkëpunim dhe të ketë më shumë shoqërim mes fëmijëve të përkatësive të ndryshme etnike dhe të tregojnë se lojrat e fëmijëve janë pa kufi, tha zëvendës drejtoresha e shkollës fillore Liria Violeta Trajkovska. Në kuadër të javës botërore të fëmijëve, gjatë ditës së dieshme në shkollën fillore Goce Delçev në Tetov është realizuar edhe një punëtori multikulturore ku kanë marrë pjesë nxënësit e klasave të 4-ta dhe të 5-ta të kësaj shkolle dhe shkollës Liria. Në punëtorinë realizuar në shkollën Goce Delçev, fëmijët përmes vizatimeve kanë shkruar dëshirat e tyre.